Sot të krishterët festojnë të premten e madhe ditën kur Jezu Krishti u kryqëzua në Golgote. Premtja e madhe është dita më e trisht për të krishterët, në të cilët ata kujtojnë ngjarjen që i paraprin kryqëzimit të Krishtit në shenjë trishtimi dhe zije. Të premten e madhe në kishat ortodokse nuk bien kombanat e kishave, nuk ka liturgji, por vetëm lexohen orët perandorike dhe me pas nxirret qefini Jezu Krishtit. Patriarku Ser Porfirie tha në letrën e Pashkës se mënyra jetesës liturgjike është e vetmja përgjigje thelbësore për problemet me të cilët ballafaqohet njerëzimi dhe u bëri thirrje qytetarëve të Kosovës dhe të gjithë njerëzve në botë që jetojnë në paqe me njëri tjetrin, duke i respektuar njëri tjetrin dhe duke ndihmuar njëri tjetrin në jetën e përditshme. Kishat ortodokse dhe katolike festojnë Pashkët në të njëjtën ditë këtë vit. Përgatitjet për të premten e madhe janë në lullëzim të plotë dhe në shtëpitë e pastorit Don Mate Palliç në Janjev, po ngjyrosen vezët dhe po përgatitet tryeza thjesht si mes ortodoksëve dhe katolikëve, amviset ngjyrosin vezët në bëngjes të premten e madhe dhe murgeshet e kanë bërë këtë sot në shtëpinë e pastorit. Don Mate Palliç thekson se përgatitja për Pashkët ka filluar më shumë se 40 ditë më parë dhe se besimtarët përgatiten shpirtërisht duke agjeruar, duke shtuar se Papa Francesco e ka shpallur këtë vit jubilar të shpresës dhe faljes. Një nga zakonet më të famshme të krishterë është ngjyrosja vezëve dhe tradita e ka origjinën nga legjenda e nxënëses së Krishtit Maria Magdalena, e cila i çoi një vezë të bardhë perandorit Tiberius në Rom, duke i thënë se Krishti ishte ringjallur. Perandori nuk i besoi dhe tha se nëse Krishti është ringjallur, kjo vezë do të bëhet e kuqe, gjë që sipas legjendës ndodhi në të vërtetë. Një nga teknikat tradicionale është ngjyrosja me lëvorën e qepës si në familjen e Milojkovicit në Soçanic, ku thonë se veza e parë duhet të ngjyroset me ngjyrë të kuqe dhe të mbahet deri në Pashkët e ardhshme dhe se njihet si mbrojtje e shtëpisë. Të shkosh në Kosovë për Pashkët është një udhtim mbi udhime, thonë ata që kanë bërë tashmë këtë, përkundër situatës së rëndë në faktin që në Kosovë, si thonë ata, çdo ditë është nga premtja e madhe deri në Pashkë, numri pelegrimëve është në rritje e në mesin e tyre ka dhe shumë të rinj. Udhëheqësi turistik dhe punonësi humanitar Vesna Raunić thotë se shpesh ka fëmijë në udhtim dhe ka nga ata që kanë zgjedhur Kosovën për fejesa apo pagzim. Profesorja e gjuhës dhe letërsisë serbe Dunja Marinković thotë se tryeza dashurisë në manastiret në Kosovë ka lënë përshtypje të veçantë dhe se ka qenë pelegrinazhi më i bukur në jetën e saj. Në një intervistë për Kosova Online, ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Avio Orav, tha se Bashkimi Evropian dëshiron të shohë një zgjidhje të qëndrueshme për komunitetin serb në Kosovë. Orav theksoi se Bashkimi Evropian në vazhdimsi i ka mbështetur karakterin multietnik të Kosovës dhe theksoi se kushti thelbësor për rrugën europiane si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë është normalizimi i marrëdhënieve dhe zbatimi i obligimeve nga dialogu. Ai rikujtoi se statusi i strukturave dhe shërbimeve të mbështetura nga Serbia duhet të zgjidhen në përputhje me marrëveshjet e arritura. Gjykata themelore në Prishtinë ka refuzuar propozimin e prokurorisë për vazhdimin e gjykimit të 42 të pandehurve për konfliktin e fshatit Banjës në mungesë. Gjykata tha se 42 të pandehurit janë lëshuar urdhë arrest ndërkombëtar dhe se për zhvillimin e procedurës pritet ndalimi dhe ekstradimi i tyre. Të njëjtën filloi gjykimi i 3 të akuzuarve, Vladimir Tollić, Dušan Maksimović dhe Blagoje Spasojević, të cilët u deklaruan të pafajshëm. Ndërkohë më 13 mars gjykata e apelit ka konfirmuar vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë, e cila ka konfirmuar aktakuzën. Procesi i konstituimit të Kuvendit të Kosovës është ende në ngjecje, tha analisti politik Artan Muhaxhiri, vlerësoi se kjo është një nyje e pakapërcyeshme e shkaktuar nga keq interpretimi i qëllimshëm i ligjit dhe mungesë e plotë e vullnetit politik.
Muhaxhiri theksoi se sjellja e aktorëve politik është jashtëzakonisht gënjyesje dhe irrituese, pasi edhe pas disa tentativa deputetët e zgjedhur nuk arritën të tejkalojnë pengesat procedurale që çojnë në dhënien e betimit për mbledhjen e re të kuvendit. Kompania kosovare për furnizimin me energji elektrike ka paralajmëruar atë që konsideron si një situatë sfiduese në sektorin e energjisë, pasi siç thonë ata, konsumi arrin nivelin rekord pothuajse çdo ditë, prandaj edhe importon energji elektrike. Apelon nga qytetarët që të kujdesen energjinë elektrike ta kursejnë, e cila është 16.1% më e shtrenjtë që nga 1 prilli. Në Serbi të shtunën moti do të jetë kryesisht me diell me vranësira të kopaskoshme, ndërsa në rajonet qendrore dhe lindore pritet vranësira pak më të mëdha në mëngjes. Ere dopt veri perëndimore, temperaturat e mëngjesit do të sillen nga 5 deri në 10, kurse ajo maksimale ditore prej 20 deri në 24 gradë Celsius.